Policia ka reaguar në lidhje me skandalin e publikuar një ditë më parë në media, ku një mësuese në shkollën 9 vjeçare 100 vjetori i pavarësisë në Kamëz dhunonte fizikisht dhe psikologjikisht nxënësit. Edhe pse në pamjet e transmetuara dukej dhuna brutale që mësuesi Amine Hasani ushtronte ndaj nxënësve, kjo e fundit ende nuk është arrestuar. Në njoftimin zyrtar, policia thot se ka shpallur në kërkim 58 vjeçaren dhe po punohet për dokumentimin e plot ligjor të rastit. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë numër 5 shpallën në kërkim shtetasen MH, 58 vjeçe, pasi, bazuar në pamjet filmike të transmetuara në emisionin investigativ Stop, si dhe me veprimet e tjera hetimore të kryera, dyshohet se gjatë zhvillimit të procesit mësimor në një shkollë 9 vjeçare, ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj nxënësve, thuhet në reagimin e policisë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.